S'ka bateri ky, Kristiano. Gazi lotësirë, vim në lajme tona, të përditshme tona, se dhe këtu është trazuar, është tronditur rendi dhe në Shqipëri. Patën një protest në 24 janar, më fali. Mezi e kam bulltitur gjellën e detit, sensi figurativ. Më dhëmë shumë që ka ikur dhe një vit nga jeta ime dhe sa më shumë përkalojnë vitet e mia, aq më shpejt duke se ku përkalojnë vitet e mia. Ju ka ndodhur dhe që jeni në moshën time. Se di, sa më i vogël je, aq më gjatë duket koha. Sa më i madh je, aq më shpejt duket sigurisht. Ka ikur kohë, ka ikur 15 vjet e 3 ditë nga protesta këtu. Kur them këtu është para kryeministrisë. Por ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme, të frikshme 21 janarin me 24 janarin. Ngjashmëri në shkak. Tani unë dua të bëj pyetjen ju, por në pasoj pse jo. Pra, në 21 janar 2011, zëvendës kryeministri, domethënë Belinda Balluku i asaj kohe, që quhej Ilir Meta, bën muhabet me një shokun e tij të partisë, të armëve, Sidoniu, dhe të kabinetit, dhe muhabeti bie erë korrupsion. Nga ana ime i thotë jepi gimit 7%, pra bëjshin muhabet parash. Mjaftoi kjo që të dilin me hunj turmat, dhe të lëshoheshin direkt, sa do lëshoheshin, policisë, me shkopi, me hunj, me gur, me gjithë shka tjetër, dhe e kuptoni, populli i natosur me korrupsionin nuk duroj, pranoj të derdh gjak, vetëm të largoj të shpor korrupsionin nga pushteti. Rrjedhen 15 vjet. Vim 24 janar 2026. Nuk është se, si që transmetua atëherë video, në datë 17, pastaj këta dolën mas 4 ditësh. Ka 4 javë, në mos më tepër. Ka që në nëntor, me sa mbaj montur, që ka filluar çështja ndaj Belindës, më fani, është marrë e pandehur zëvendës kryeministri e Shqipërisë. Është marrë e pandehur. Në moment që është marrë e pandehur, do të thotë që ka një proces gjyqësor krejt normal, dhe ajo jo vetëm është hetuar, por gjykohet për disa vepra penale, të cilat gjykon gjykata e posaçme për krimet kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ka një masë e cila nuk zbatohet. Pra, nuk kemi thjesht u dëgjoj një bisedë përgjim. Kemi vendim gjykate për mas ndaj zëvendës kryeministres, dhe atëherë ishte zëvendës kryeministri, nuk zbatohet. Del po një di popull, se ne jemi, po shqiptarë jemi ne. Madje është për të qeshur se një pjesë që kanë qenë atë ditë në shesh atje, kanë qenë shesh këtu, edhe me veshje politike. U bë një tubim i qetë, mbaroi tubimi, populli odhi fishek zjarre këtej, policia odhi fishek zjarre këtej, po fishek zjarre të policisë shkaktonin dhe lot, sepse ishin gaz lotësjellës, mos e ngatroni me gaz bardhin, dhe plasën lotë e qyre. Deri këtu jemi në rregull. Tash shkojnë dhe marrin këtë kapsollën dhe shohin, kishte skaduar, kishte 3 vjet skaduar. Shumë njerëz na përmendën në tjetër skaduar, shqyr. Përkundazi, sipas atyre që merren në këtë punë, sa më shumë fermentohet ajo, bëhet më e rrezikshme për shëndetin e njeriu. Tash kam një pyetje, se prandaj kemi nxjerr, nuk e nxjerr Kristiano Kot këto. Pyetja është, pse ishte gazi skaduar që në 2023? Kam blerë me shumicë të thoni, kam pritur që të ketë protesta. Dhe kjo është akuzë për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Kanë kaq kohë pushim, kaq kohë për protesta, sa që ka detyruar pushtetin të myket, të skadojnë armët, sepse s'kan patur ku të përdorin, kishin blerë 2019, mbaj mend që mori Aleksandr Lesha, që ka qenë një ministri i brendshëm një herë, që kishte qef gazin shumë ai, blerë shumë dhe kanë ngelur stok. Jo vetëm ngeli stok, për shkak se ishte shumë, por ngeli stok se s'pate protesta ku të përdorej. Prandaj ka skaduar gazi. Është një pikpamje ime teorike, po të keni opsion tjetër, ma thoni.